Pas protestës së opozitës që u zhvillua përpara kryeministrisë dhe parlamentit në Tiranë, policia e shtetit identifikoi 46 persona përgjegjës për akt të dhunës gjatë tubimit. Nga këto, 18 protestues u arrestuan, përfshirë 3 të mitur, ndërsa 26 të tjerë proceduan penalisht në gjendje të lirë. Mes të sekuestruar nga autoritetet janë 25 molotov të pashpërthyer, 27 celular dhe sende të tjera të paligjshme që dëshmojnë përdorimin e dhunës gjatë protestës. Hetimet e policisë zbuluan se disa prej protestuesve ishin të maskuar dhe përdornin lëndë piroteknike dhe bomba molotov kundër forcave të rendit dhe institucioneve. Një veprim i veçantë në hetim ka qenë procedimi në gjendje të lirë i deputetit Klevis Balliu, i cili u referua në prokurori për organizimin dhe pjesëmarrjen në grumbullime dhe manifestime të paligjshme. Sipas analizës së riskut që kishte bërë policia e Tiranës, tubimi i së premtes së mbrëma u konsiderua me rrezik të lartë për shkak të elementeve të dhunshme mes protestuesve. Përveç procedimeve dhe arrestimeve, policia sekuestroi materiale në vendngjarje duke përfshirë objekte që mund të përdoren për veprime të dhunshme në mënyrë që do të dokumentohen saktësisht përgjegjësia ligjore e të gjithë të përfshirëve. Autoritetet njoftojnë se hetimet do të vazhdojnë dhe të gjithë të përfshirët do të përmbajnë përgjegjësi ligjore sipas kodit penal për veprimet e tyre gjatë protestës.